Përshëndetje të gjithëve. Jemi në javën e Pashkës, ndaj unë doja të sillja këtë recetë kolindesh për ju. Janë kolindet që përgatiten ditën e shtunë dhe konsumohen ditën e diel. Filloj me përgatitjen e brumit. Në një tas do fillojmë të shtojmë përbërësit radhë. Në fillim shtojmë një vezë, më pas një bustin vanilje. Do shtojmë një gotë me sheqer. Gota është 200 ml. Edhe filxhanët e çajit që do përdor në këtë recetë janë 200 ml. Këtu kam 50 ml vaj dhe 50 gram gjalp. I kam shkrirë dhe i kam bashkuar së bashku. Fillojmë të shtojmë gradualisht 3 filxhan me miell, një majluge sot buke. Vazhdojmë t'i përzijmë. Nëse biskotat i doni të buta, atëherë mund t'i përgatisni vetëm me gjalp. Nëse i doni të buta nga brenda dhe pak kërce nga jashtë, duhet të bashkoni vajin me gjalpin. Morëm lëngun e një portokalli dhe e shtuam në tas. Vazhdojmë ta rregullojmë me miell. Në total këto biskota duan 3 filxhan të çajit me miell. Megjithatë, mielli është në varësi të madhësisë së vezës, të madhësisë së portokallit. Taj nuk ka një mas fikse, duhet të jetë një brum i butë, më i butë se brumi i byrekut. E vendosim në suprinë dhe punojmë pak, derisa të formohet një brum homogjen. Si e shikoni, ka dalë një brum tepër i butë. Do ta ndajmë brumin në 2 pjesë. Pas një pjesë unë do ta bashkoj me një lug kakao për t'i dhënë atë ngjyrën e errët dhe për të krijuar një dekor në biskota. Formuam 2 topa, një është i verdhë dhe një me ngjyrën e çokoladës. Fillojmë të formojmë biskotat, do formojmë 3 lloje biskota. Një rjesht në tavë unë do ta bëjmë me biskota të rrumbullakta, të cilat do t'i përgatis në këtë mënyrë, duke përgatitur 6 topsa të vegjël. Duke i vënë të përzier, i mbledhim në duar, i rrumbullakosim. Në mes do t'i vendosim një lajthi dhe ja ku u formua një biskot e bukur. Ndërsa modelin e dytë do ta përgatisim në këtë mënyrë, hapim 2 cilindra, një me ngjyrën e portokallit dhe një me ngjyrën e kakaos. Mundohemi t'i bëjmë të njëjtë, i bashkojmë në skaje. I bëjmë një përdredhje në formën e tetës. Ja, bëjmë 3 herë këtë përdredhje, ndërsa pjesën e brumit të ngelur e shkëpusim. Në mezet e biskotës vendosim sërish lajthi. E sistemojmë mirë dhe e vendosim në një tavë ku kam vendosur letër fure. Ndërsa modelin e tretë të biskotave do t'i bëjmë në formën e kryqit, me që janë kolinde pashke. I vendosim në mes lajthi dhe ja ku kemi edhe kryqin e të krishterëve. I vendosëm të gjitha biskotat në tavë, i pjekim për 15 minuta dhe ja ku i kemi gati, ku ndërmojnë aromë shumë e mirë, janë të buta nga brenda dhe kërce nga jashtë. Si u thash edhe në fillim të videos, nëse i doni kërce, atëherë mund t'i përgatisni vetëm me vaj. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.